Falënderimet dhe lavdrimet tona i takojnë vetëm Krijuesit të gjithësisë. Paqja, shpëtimi dhe salavatet qofshin mbi më të dashurin ton Muhammedin alayhi salam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata të cilët ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër musliman, gjunahet kur njerëzit i bajnë, gjithë e dim se janë të shumtuara. Pra, nuk ka gjuna që dikush e bën edhe thot se është i hishëm. Pra, për shembull pin alkool edhe thot valla super është, s'ka më mirë. Apo shkon në zina e me thon s'ka më mirë. Pra, gjunahet janë të shumtuara, po edhe më shumtuara bëhen kur ato shfaqen, kur ato bëhen haptazi. Pra njeri e bën, por edhe nuk mërzitet që po e bën atë gjuna. Dhe gjunahet i kemi neve ato çka i shohim. Për shembull zina, alkool. Por ka gjunahet që i bëjmë pa vedije. Po janë fakt për gjunave të mëdhaja. Kur themi pa vedije, nuk e llogarisim që është gjuna. E veprojmë një gjë dhe na duket sikur kur gjë s'kemi bë. Normal. Po sot do të flasim për një mëkat, një gjuna, që pak kush ka shpëtuar, po me thonën mas mirti është, hiç kërkush s'ka shpëtuar. Bash hiç kërkush s'ka shpëtuar. Ajo është t'ja mbulojmë të metat, gjunahet e tjetrit. Tash, secili me marr neve për veten tonë, kur ulim biseda, muhabetet ndryshme neja, a pështon një neja pa e marr dikon në përgoj? S'pështon. Edhe dy veta nëse janë, pa fol për të tretin që hisë është aty, nuk e lam. Dhe kjo është rreziku që neve do të flasim sot. Kur shohim njerëzit që kanë të meta, kur shohim njerëzit që bëjnë gjuna, si t'i ambulojmë atyre. Dhe ku është kufiri asaj që neve duhet t'i ambulojmë të metat e dikuj, gjunahet e dikuj. Prandaj edhe sot do të flasim për këtë temë, po për njerëzve ka që jo vetëm të metat e tjerëve dhe gjunahet ju a shfaqin, ju a publikojnë, por edhe të metat e veta. Edhe kjo ndodh për shka? Se na nga ky din pak po dim. Nga ky din pak po lexojmë. Nga ky din pak po marrim. Dëgjoni këtë hadith pejgamberit alayhi salatu wassalam, cilin e transmeton Ebu Musa, ku thot se pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë, Allahu xhalla shanuhu shtrin dorën natën. Pra shtrin dorën e tij për t'ja u fal njerëzve, ati pra gjatë ditës për gjunaqarin e natës. Pra është e min ditësat këtë dritë. Allahu xhalla shanuhu shtrin dorën e tij për mia fal gjunaqarit natës. Dhe shtrin natën dorën e tij për mia fal gjunaqarit ditës. Pra është meselja që njerëzit kur i bojnë gjunahet të mos dalin dhe t'i shfaqin ato. E sa shumë kemi njerëz në të tillë. Dhe ma keqja është që le shokëve që ju tregon rrethit ngushtë ose shoqënia që e ka të ngushtë, po edhe djemve ti, po le djemve edhe nipave ti për të kalumën e ti të zezë që ka pas dikur. Edhe pse tash ndoshta është tu falë ato, he mër bab, ku jem konu njëri, qështu si ti.
Këtu i kemi në shoqërinë tonë. E mërë bab, ku jem konë gërbet, baba për kalëzën frajer që është. Apo tjetri, e mërë bab, ku jem konë trekti, kam ba këta. Edhe pse është në xhami, gjunahe që ndoshta kur nuk e kish ditë djali, nipi apo dhe shoqëria që ka. Pra, jo vetëm tjerëve që ja zbulojnë, për ja zbulojnë edhe mëkatet e veta që ndoshta Allahu xhallashanu ja ka fshi. Ja ka mbulu ato, ky u çu i rinxhalli. I zgjoj ato që ja ka mbulu Allahu xhallashanu. Një grua kishte shku te Aisha radiallahu anha. Edhe për i tregon një ngjarje sajna. Në rrugë, ku e kon të hecë ajo. Edhe për i thot erdh një burr. Tha u mundu, tha, të mish zbulon kamt. U mundu t'ja hek pra havalën. Aisha radiallahu anha e kthej kryt edhe i tha asaj: është më e mirë për ty, pra edhe për gratë e besimtarve, që kur ju ndodh diçka, e bojnë një gjuna, ose ju ndodh diçka, pendohen te Allahu xhallashanu, thënë astaghfirullah, çka ndodhi. Edhe mos t'u tregon njerëzve, sepse njerëzit janë ata që tallen e nuk ndryshojnë, kurse Allahu xhallashanu është që ndryshon e nuk tallet. E kem pa kur dikush tregon historikun e tij të mëhershëm? Çka kemë bëna? Pa kemë me kesh. A kemë ja fal? A kemë ndryshu? Pa i tregon vetë çka ka bë. Pa ke pa çka bëjmë na tallemi. Pra njerëzit janë që tallen, e Allahu xhallashanu është që ndryshon. Dhe pa ma parasysh se çka i ndodh njerëzit në jetë, e rrugës është që ai ti mbulon ato. Por shfaqja e gjunaheve, pra publikimi i tyre, është prej sifatëve të munafikëve, prej sifatëve të dyftyrshve, që Allahu xhallashanu na ka tërheq vërejtën për këto, duke na thënë në Kur'an: in tamsaskum hasanatun tasu'hum. Nëse juve ju vjen ndonjë e mirë, atyre ju vjen keq. Pra fjala për munafikët. Kur shohin diçka që muslimanët po ecin përpara, por përparojnë, ju vjen keq. Mandej thot: wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Dhe kur ju godet ndonjë e keqe, gëzohen. Por Allahu xhallashanu këtij grupi i është kërcënuar Kur'an kështu: innal ladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladhina amanu lahum adhabun alim. Ata të cilët dëshirojnë që faqezillëqet të përhapen në shoqëri, për thot Allah xhallashanu, për ta ka dënim të dhimbshëm. Për ta ka dënim të dhimbshëm. Jo vetëm botën tjetër, që s'ka ikje atje, që s'ka ku shkon njeri, por para saj edhe këtë dynja. E kem pa ata cilët mundohen që shoqërinë tonë të bijnë faqezillëke? Këshirja u shtëpiat e tyne. Ja dëshirosh shoqërisë një të zezë, një të keqe, këshirja u shtëpiat e tyre. Këshiri familje se shka i ka gjetë një djalë me drogë, vaza nuk i dijet se ku është, se shka bon, e sa gjëra tjera cilat Allahu xhallashanu ja u ka quë atyre. Por mbulosh një tmet, një vllau tant, një motrës tande, t'ja fshefish një gjuna, të mos ja publikosh, është veti e muslimanit. Prandaj pejgamberi alayhi salatu wasalam thot: la yasturu abdun abdan fi dunya illa satarahu Allahu yawm al-qiyamah. Nuk ka rob që mbulon një rob, e mbulon, pra tmetet e tij ja mbulon, vetëm se Allahu xhallashanu ati do t'ja mbuloj tmetat e tij në botën tjetër. Dhe secili prej nesh
gjunahe kemi. Dhe se cili prej nesh dëshirojmë ato mos na di kërkush. Dhe mas shumë të që dëshirojmë ato gjunahe mos na publikohen, është në ditën tjetër, për në botën tjetër. Sa do që neve këtu mundohemi fshefim gjunahe tona dhe kem qef të mos publikohen, e mundohem të fshefim, por kur dalim para Allahu xhalla shanuhu nuk ka të fshefur asgjë. Prandaj sahabët, shokët e pejgamberit alayhi salatu wassalam, kur e dëgjuan këtë fjalë, "Faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara, wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara", dhe kush ka bën mirë sa grimca do ta sheh. Dhe kush ka bën keq sa grimca, edhe ato do ta sheh. I kapi një gajle e madhe. A ka njëri që s'ka gjuna sa grimca? Apo dhe një të mirë sa grimca? E kishin gajle për atë ditë ku do të shfaqen gjithë shka. Ku nuk do të fshifat asgjë para Allahu xhalla shanuhu, dhe kur dalim neve, shofim filanin, bajaki burt mirë, kështu e kem pa, por nuk e kem ditë sa e çka ka bën. E Abu Hanife rahimahullah, me një namaz të yatsis, thot u vonova. Edhe kish dal me zini me afal namazin yatsis. Tha dhe po e lexon këtë sure, pra idha zulzilatil ardu zilzalaha. Edhe po mrin thot këtë ajet. Faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara. Kush bën mirë sa grimca do ta sheh. Kush bën keq sa grimca do ta sheh. Është ul mas yatsis në vendin aty ku është fal, e ka zon namazi sabaj duke thënë, kush prej nesh nuk bën keq sa grimca. Kush prej nesh nuk bën keq sa grimca. Edhe ashtu tu vajtu deri në namazin e sabahit. Por Allahu xhalla shanuhu këtë ummet e ka veçuar me diçka që nuk ka veçuar tjerët. Ajo është mëshira e madhe Allahu xhalla shanuhu për këtë ummet. Sepse të kalumën hiç më larg do të thotë pejgamberin e para fundit në kohën e Isës alayhis salam, kur u boshin gjunahet, në mëngjes e kishte nder, vendosën, filoni ka bon zina, filoni ka pi alkool, filoni ka shpif, ka rrejt. Veçuria e këtij ummeti është se Allahu xhalla shanuhu këtë ummet e ka fal më tepër se çdo ummet tjetër. Prandaj në surat Baqara ajetet e fundit thot: "Fa yaghfiru liman yasha'u wa yu'adhibu man yasha'." Allahu xhalla shanuhu fal kënda dhe ndeshkon kënda. Çka është pyetje këtu? Falja e Allahu xhalla shanuhu. Pra, të mbulosh tjetrin është veti e muslimanit, sepse nuk ka njeri pa të meta. Dhe sikur që ja nisim neve secili, t'i shfaqim apo t'i publikojmë të metat dhe gjunahet e njëri tjetrit, as një vllat njëri tjetrit si kishim thonë, as edhe një kafe si kishim pi, as që ishim ul me zveti me bisedu për diçka. Se unë kallëzo për ty, ti kallëzo për mu, ai kallëzo për ata. A ka e njeri pa të meta, pa gjunahe? Kështu ndodhin ndasit në një shoqëri. Prandaj, këtë veti cilën Allahu xhalla shanuhu na ka dhënë, duhet ta ruajmë. Kishte ndodhur në kohën e pejgamberit alayhi salatu wassalam, që një njeri ka ardhe, ka paraqit veten e tij për një gjuna. Pra është fjala për një sahabi që ka pas emrin Ma'is. Dhe tregimi i tij ndodhi kështu, për të pa neve, për të ilustruar këtë ders edhe më mirë, se si duhet mbulohen të metat e tjerëve. Pa marrë parasysh se çfarë metë është ajo. Pa marrë parasysh se çfarë gjunaji ka bën. Dhe një gjuna, pra gjunaji më i shumtut, në gjitha shoqëritë që e dim neve është zinaja. Dhe ky sahabi është provu me këta. Ka rënë në zina. Edhe ka shku te pejgamberi alayhi salatu wassalam, i është paraqit. Po i thot: "Tahirni ya Rasulullah", më pastra.
sepse dëshira e çdo njeri, çdo besimtari është të shkon para Allahu xhalla shanu i pastër. Dhe mas tepërmi që dëshiranin të pastroheshin, ishin sahabë, shokët e pejgamberit alayhis salam, gjenerata, brezi më i artë. Dhe mos mendon ai kush se mund të mrin dikush, shkallën e atyre. Cili prej nesh shkon dhe e pranon një faj që ka ban? E kem pa rrugës me kerë, më shumë në jonit, këshyën që me ikë. Edhe shka një të ne që e ki dëmë tu, 50-100 euro kam të kushtu që aty me a pagu, po me bëna gjëna më të mëth. A shkosh vetë dorzosh, aty me thonë që e kam ban. Pra shikoni sahabët dhe imanin e tyre. Shikoni gatishmërinë e tyre që para Allahu xhalla shanuhu dalin të pastër. Pi thot tahirni ya Rasulullah, më pastra. Por ai i cili kishte propozuar për të shkuar te pejgamberi alayhi salatu wasalam ishte një sahabi që kishte emrin Hezal. Edhe ai i kishte preferuar atij, i kishte propozu që shkote Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pastrohu për këtë gjuna. Çka po i thot këtij pejgamberi alayhis salam, këtij propozuesit? Që i ka thonë shkote Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. I thot ja Hezal. O Hezal. Pse nuk ja çite një tesh, një rob? Sa e si duket, ose ka qenë dëshmitari i ngjarjes, ose ky ka tregu. Pse s'm ka çite një tesh me ambulu, kishte qenë më mirë për ty. Pra pse si ambulove po e punë në gjendjen me ardh para meje. Po megjithatë, shikoni mëshirën e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Dhe shikoni mëshirën e Islamit dhe akuzat e njerëzve që i bojnë nga jashtë Islamit. Akuza se Islami po i shkel drejtat e njerëzit. Shikoni mëshirën e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam, edhe pse ka ardhur është paraqit. Pi thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, ik shko, Allah i ta falt. Ik. E ke bo këtë gjuna, leje mes te dhe mes Allahu xhalla shanu. Pendohu. Prap i kthehet, thot ja Rasulullah pastram. Prap i thot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kthehu. Pastram, 4 herë i thot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pastram. Edhe në fund i thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, merrni edhe e dini në shariat se çfarë është ligji. Se ky majs kishte i martu. I martuari kur zihet në zina mbytet. Kurse pa martuari i ka 100 shkopi. Pa martuari edhe 1 vjet në burg apo largohet prej vendit. Këtë e ligjit Allah xhalla shanuhu. Edhe e marrin këtë sahabi për ta ekzekutuar. Shpirti amël, nuk del lehtë. Po mundohet ky me dal prej grope. Edhe këtë ngjarje pja tregojnë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para më mbaroj, e mbytën. Pi thonë ja Rasulullah ka dash tik prej aty, del. Thot pejgamberi sallam, pse nuk e lat tik? Nashta është pendu prej asaj që ka pranuar. E ka pranuar, po shpirti amël, le të kthehet prap në ato që jo s'kom bë. Pse nuk e lat? E 2 veta? Si gjithmonë shoqërinë tonë që kemi njerëz tillë që nuk e mbajnë gojën. Kur ka dhënë shpirt ai, normal që shpirti nuk del lehtë. Po i thojnë njëri tjetrit, pra to e çu me vorros. A e pa si vdiq, si qeni. Dhe pejgamberi alayhis salam ishte afër dyve. Për të gjënë të kitë bisedë. Pasi që e vorrosën, po kthehen pishe pejgamberi alayhis salam një gomar të soft në gordën. Po nalet afër atij gomare për thot thre filanin e fallanin. 2. Po vinë ata. A e në thot ju që kene thonë këtë fjalë? Po Rasulullah, zbritni poshtë. Pra aty në atë grop ku është ai gomar. Hani për kësaj softine. Pi thonë ja Rasulullah, cili njeri e ban këto? Kush hapi softine? Thot vallahi, atë fjalë që keni thonë ju është më keq se sa me hangoni softin. Më keq se me hangoni softin. Po nuk ishin vetëm meshkujt në këtë kategori që të pranonin fajsinë e tyre për një diçka që kanë bërë. Edhe pse Rasulullah sallallahu alaihi wasallam u mundu t'ja mbulon maksimum, por ata deshte mu pastru pikë kësaj bote.
ishte edhe një femër me emrin Gamidije. Edhe ajo shkoi te Resulullah sallallahu alaihi wasallam i tha pastroja Resulullah. Pi thot thot Resulullah, lekit gjuna mes te dhe Allahit. Pra po kthehet ja Resulullah thot pastram. Se thot një veç jam shtatzan. Shko thot i thot Resulullah sallallahu alaihi wasallam, dhe kur bëhet për me lind fëmia, jepi gjë derisa të forcohet, fillon me hangër, mandej hajde. Shkon ajo, lind fëmin, rritet fëmia, vjen te pejgamberi alayhis salatu wassalam, edhe e marrin për me ekzekutu. Por kur e gjujnë, dije se gjuhet me gur. Gjaku i saj ran fytyrën e Khalid ibn Walidit. Edhe ky e ofendoi. E nëndoi me fjalë ata. Ato tullon shpirt. E pejgamberi alayhis salatu wassalam e dëgjoi. Edhe i tha, o Khalid, sikur tobja e saj, pendimi i saj, shpërndahet te banorët e Medinës, kish me mjaftu krejtve. Këtë kish me afal Allah xhelle shanu, pendimi i saj. Ndërsa për Maizin tha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sikur inkasanti i tatimeve, që bën inkasimin e tatimeve sen, të pendohet, tobja do t'i shpranu, sikurse i Maizit. Pse inkasanti? Kështu tash gjunojnë e një njeri i cili ke shpërdor detyrën e tina për përfitime çka personale. A ka shku me marr tatimin? Paguj që kaq, a me muaj edhe tëra, paguj që kaq u kry. Pa, mashtrim. Një gjuna për gjuna të madhe që ka llogarit pejgamberi alayhi salatu wassalam. Edhe ka thonë në fund për Maizin, vallahi tash ajo është duke u larë në lumet e xhenetit. Për pendimin e tij. Çka ndalim pra nga kjo ngjarje, çka përfitojmë neve? Atë çka Resulullah sallallahu alaihi wasallam është përpjek ta bën, t'ia mbuloj të metat e një muslimani që ka bë, edhe nëse ai ka ardhur, është paraqit vet për tregu ato. Por tham neve ma herët se kapin njerëzve që i shfaqin ato i publikojnë vetat. Sa do që neve ja mbulojmë, ata prap dalin. E pejgamberi alayhi salatu wasalam për këtë kategori njerëzve ka thonë, kullu ummeti muafen. E gjithë ummeti im është i falur. Illal mujahirun. Vetëm ata që i shfaqin gjunat, i publikojnë. Thot pejgamberi alayhi salam, prej shfaqjes, publikimi gjunave është e ke bën një gjuna, një punë, një gjuna natën, kur qun sabah, Allah xhelle shan ja kam lu ati, ai pi kallzon. O filan pi thot dje ku mbon çashtuë. Edhe pse Allah xhelle shan ja kam mbuluë. Tjetra është që ne mas shumë të angazhohemi për të metat tona, gjunahet tona se sa të tjerëve. Sepse ka për njerëzve që e harrojnë vetin duke i shiku tjerët. Andaj edhe hadithi pejgamberit alayhi salatu wasalam është ku thot yubsiru ahadukum al-qadha fi ayni akhihi. Do njëri për ju është të sheh grincën. Kjo pluni ku të hin në sy, thot ja shen syrin e tjetrit. Kurse në sy të vetit thot nuk e shet trungun. Drunin nuk e shet. E sa prej nesh mundohem të këshyrim gjunahet e tjera duke harru shka gjunahet tona. Prandaj është një dua e madhe që e bojnë plot për dietarëve, për xhallarëve që thojnë, o Zot na angazho me gjunahet tona. Pra të mirë me gjunahet tona neve, e jo me gjunahet e tjerëve. E pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thonë, ja ma'shara man amana bilisani. O ju që keni besu me gjuhë. Wa lam yadkhul al-imanu fi qalb, imanu qalba. Dhe që nuk ka hyr imanin zemrën e tij. La takhtabu al-muslimin. Mos përgojani muslimanët. Wala tattabi'u awratihim. Dhe mos i ndjekni metat e tyre. Fa innahu man tatabba'a awratihim yattabi'u Allahu awratah. Ai cili ndjek metat e tjerëve, Allahu xhalla shanu ja ndjek metat e tij. Wa man yattabi'i Allahu awratahu yafdahu fi bayti. Dhe kun Allahu xhalla shanu e ndjek në meta, thot e zbulon në shtëpinë e tij. Dhe maskon që thojnë. Në shtëpinë e tij. Ti munot i tërka, ajo kthehet aty. Dhe tjetra është që neve duhet pra kem parasysh në këtë temë është ajo se a duhet çdo herë neve të mbulojmë njerëzit? Atëherë mbetet asnjë krim na me luftu, apo asnjë kriminal të mos dënohet. Jo.
është meselja për ata cilët i bojnë gjunat, po mundohen t'i fshefin. Ndërsa ata që nuk mërziten për ato, për shembull, njëri po pi birë midis Shadarvani. E ta shikime po ti? Nëse e ke pa që po mundohet mu fshef, ç'është çe, po pi mbuloja. Ama ju ka ullë midis Shadarvanin, tavolin, ka qitë birën aty. S'po mërzitet për ata? Ja. Apo tjetri, hys nuk mërzitet, fut në kerë, një femën, fut tjetër anë, fut këne, çon shpi femna e këne. Ata nuk kërkohet, se ata veç nuk po mërzitën për gjunat e tyre që i kanë bën. Prandaj dietarët kanë vënë disa rregulla që neve duhet i kem parasysh ku na lejohet ti publikojmë gjunat apo tmetat e dikuj. Nuk guxojmë asnjëherë mja shfaqt apo mja publikue një tmet dikujna nëse nuk kemi në interes për ata. Për shembull, par dikush më të pyeten, çush jetu najt? Valla filiani më zama keq. Ai, më zama keq. Pse s'ka pyet interesant as njëri ti, as ty as ati. Por nëse të vjen të pyet për diçka për filanin, për shembull, po do më dhën vajzë, ose do me hin biznes me ta, apo në shka tjetër, punë të dynjas, atëherë nuk guxon me fshif. Duhet t'ja tregosh krejt çka di, piraki, më zama keq, ren, kreti ka. Çka ti ka, veç mos sta. Kjo është pra ajo që duhet të kem parasysh. Edhe tjetra është për personat cilët sjellin dëm shoqërisë. Për shembull, të e pa një apo pe di që është shpion, ki fakte që është shpion, ata duhet ta denoncosh. Apo edhe ta publikosh në popull. Tregosh popullit se ky është shpion. Në murujt për tina. Pse dami ti është për shoqërinë i madh, edhe e fundit është t'i ruhemi vendeve të dyshimta. Që mos bëhemi ne objekt që njerëzit na marrin në përgoj. Për shembull, vend ku pihet alkool, ajo ka ul aty. Çka po lyp aty? A është vend i dyshimt? Po mirë nëse jam tupije, pa janë tupi ata. Prandaj Omeri radiallahu anhu ka thënë, ai cili shkon ulet vende të dyshimta, nëse njerëzit folin për ta, mos sa çarton as kon veç veten. Pra kësaj bjerë, shkosh të hinsh në ujë, e mos dalësh për ujë e thush sulaga valla. Ja, ke hinje, aty, tash njerëzit se kanë fol, ja ke qel një derë, ja u ke dhënë një arsye për me fol. E pejgamberi alayhi salatu wassalam ishte ai që i mbyllte të gjitha dyshimet, prandaj një natë ishte duke ecë me gruan e tij Safien në Medinë. Edhe dije që gati pejgamberi sa më ka qenë tërat mbulume. Dy sahabe që kanë parë Resulullah sallallahu alaihi wasallam po mundon me ik për Resulullahit. Apo kalon kënej ata të tje. Final Resulullah sallallahu alaihi wasallam pi thot ndaluni. Sot kjo është gruaja ime Safia. Ata po thonë subhanallahu ya Rasulullah. Të më këna dyshojmë ty. Jo ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se shejtani çarkullon trup njerit sikurse gjaku në vena. Ashtu. E s'kum dash që shejtani diçka t'ju gjuj për mua. Prandaj kanë thënë dietarët, sikur këta dy sahabe kishin dyshuar Resulullah sallallahu alaihi wasallam se është me një femër tjetër. Kishin dalë kufër. Ishte rahmeti i Resulullah sallallahu alaihi wasallam për ta, fshira tina, që t'i tregoj atyre se është Safia, mos dyshoni për këtë. Pra, të hiqni çdo dyshim, jetu es me gruan tënde mos u bë sikur është grua huj, po i kish pi njerëzve. Është normal, shes njëri me gruan e vet. Apo të bëni punë, një vepër, një gjest. Po në normal, apo që njerëzit mos më dyshojnë, jo më mund më fshef, sikur diçka për fshefish njerëzve me dyshu ata te ti. Prandaj lutem Allahun xhel leshanu të na përmirësoj. Ka edhe shumë mëvete për këtë temë, por neve mjafton një pasqyrë ta kemi që trujmë veten tonë. Mos bëjmë gjinoja që na duken që nuk janë. E që me thonë drejtën i bëjmë gati për ditë. Alkohol, spim, zina, jo. Gjunat e mëdhaja ato nuk i kemi, ama këto janë diçka të përditshme. Që rrallë kush pështon edhe hiç nuk pështon. Prandaj lutem Allahun xhel leshanu na përmirësoj gjuhët tona. Lutem Allahun xhel leshanu na pastroj gjuhët tona nga të folurit për vëllezërit tonë. Lutem Allahun xhel leshanu të na bëj për atyre që i mbulojmë tmetat e tjerëve, po para se të shohim tmetat e tjerëve, të shohim tonat. Dhe lutem Allahun xhel leshanu të na bëj për atyre të cilët i dëgjojnë fjalët dhe i ndjekin ato më të bukurat. Wa qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiru innahu ghafurur rahim.
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله أما بعد është do temat cilat duhet shoqërinë tonë të rihen. Keni dëgjuar sigurisht se këto ditë me të madhe po flitet Islami tradicional. Hiç më larg në debatin e mbrëmshëm kush e ka pa diku aty në KTV, muhabete todash. Vallahi ato janë çesharake kur i dëgjojmë neve. Jihadi nikah, pja be kenjana jihadi nikah. Aty vjen ideja s'ka as jihad as nikah as hiç kërkon. Edhe mos na kallzon Islami tradicional. E për këtë temë inshallah do të flasim javën tjetër, sepse sot mjaftojmë me këta, edhe pse është dashur sot të folim, po ishte shumë afër që neve të përgatitemi për një temë të tillë, prandaj do të shohim Islamin tradicional. Çfarë qëllimi kanë ata? Kanë galet Islamit apo çka është puna? Në javën tjetër inshallah do të shohim çka është Islami tradicional. A ka Islam tradicional? Thot Allahu xhalla shanu Kur'an, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ansur al-islam wal muslimin. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin. Allahumma ansur al-mujahidin fi kulli makan. Allahumma taqabbal shuhada'a minhum ya rabbil alamin. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات عباد الله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وأقيموا السلام.